Kryedemokrati Sali Berisha kërkoi të përballet publikisht me kreun e qeverisë Edi Rama. Gjatë një deklarate nga Selia Blu, lideri demokrat sfidoi kreun e qeverisë që përballjen e tyre televizive ta bëjnë me një temë të vetme, integrimin në BE, që kreu i qeverisë Edi Rama e ka përdorur deri në këtë fazë të fushatës si kartë elektorale. Lideri demokrat akuzoi kryeministrin Edi Rama se edhe në premtimin e integrimit të Shqipërisë në BE, kontekstin e ka te oferta për qytetarë shqiptar që t'i largojnë nga vendi. Të vinë debat televiziv, qoftë dhe për një temë të vetme. Të dalim debat për integrimin europian. Integrimi i tij europian është piramidë madhore mashtrimi. Miliardat e tij janë të njëjta me ato të nafs shpiragut. Del me pasaport ky. Por prit, çfarë ofron shqiptarëve? U ofron integrimin europian me emigracion, largimin nga Shqipëria. Me superlativa foli edhe për Kris Lasivita, i cili në një video selfie me Fatmir Mediun lajmëroi se po rikthehej në Shqipëri për ta bërë këtë vend madhështor. Kris Lasivita është faktikisht faktor botror elektoral. Nuk mund të mohohet. Ju vetë keni parasysh se si ky njeri arriti të mbikaloj një Everest të një propagande të shfrenuar të pandalshëm, mashtrimesh, censurash kundra presidentit Trump, se si kjo fushat arriti të dominoj mbi miliarda euro polle për të mashtruar qytetarët. Kur grushtat të përplasën në Tovolin i shkallmuar, kjo erdhi fill pas lajmeve të tij, pas lajmeve që dhanë nga të famshëm Hotel Rogner, ku u tha se ai është një kukull e George Sorosit. Shqipëria madhështore sipas Berishës bëhet me programin NPD dhe në këtë dalje kreu i opozitës u ndal tek programi për bujqësinë. Do të subvencionoj për çdo njësi prodhimi, kokë, bagti dhe fidan të mbjell, fermerët dhe të vëshëja në sektorin e përpunimit prodhimeve bujqësore do të jetë e njëjtë në shitjen dhe në blerje, jo siç është sot asimetrike. Kështu parat do shkojnë direkt te fermeri dhe jo te grosisti. Nafta do të subvencionohet gjerë në nivelin e kostos. Sipas Berishës, produktet made in Albania do të jenë moto i qeverisë së tij.